Virusi i Nilit perëndimor ka nisur të përhapet me shpejtësi në disa vende të Europës. Sipas të dhënave të fundit nga Qendra Europiane për parandalimin e sëmundjeve, raste janë konfirmuar në Itali, Greqi, Spanjë, Rumani dhe Maqedoninë e Veriut. Italia mban numrin më të madh të prekurve me raste të shpërndarë në 16 zona të ndryshme. Ndërkohë në Greqi janë regjistruar 21 persona të infektuar, ku shumica prej tyre kanë pasur prekje të sistemit nervor qendror. Autoritetet greke njoftojnë se 13 pacient ndodhen të shtruar në spital dhe fatmirësisht deri më tani nuk ka asnjë viktim. Për shkak të kushteve të motit dhe pranishmërisë së mushkonjeve, ekspertët parashikojnë se numri të prekurve mund të rritet gjatë verës. Qendra Europiane e Shëndetit ka nisur publikimin e raporteve javore për të ndjekur hap pas hapi ecurinë e infeksionit. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje qytetarëve të marrin masa mbrojtëse vetjake, pasi është e pamundur të parashikohen zonat e radhës që do të preken. Mjekët kujtojnë se mbrojtja nga kafshimi i mushkonjeve mbetet hapi kryesor për të parandaluar marrjen e virusit.